Anargjendet e shenjtë Kozma e Damian, si dhe 3 vëllezrit Leonti, Anthimi dhe Efprepi. Anargjendet ishin nga Arabia, njihnin shkencën e mjekësisë dhe gjithashtu shkonin qytet me qytet, fshat me fshat dhe shëronin të sëmurët falas, duke shpallur në të njëjtën kohë edhe ardhjen e Krishtit, mjeku të vërtet të shpirtrave. Pas persekutimit që shpërtheu nga Diokliciani dhe Maksimiani gjatë viteve 284-305 kundër të krishterëve, Anargjendet së bashku me 3 vëllezrit e tyre, Leontin, Anthimin dhe Eftropin, u kthyen në një qytet të Likis me emrin e Gje, dhe u paraqitën para qeveritarit për të rrëfyer besimin te Krishti. U alidhën duart dhe i hodhën në det, por një ëngjëll i Perëndis i ruajti të paprekur. Më pas, i hodhën në një furrë të zjarrt, por përsëri pa sukses. Së fundi, i kryqëzuan dhe u apren kokat.